Tash të flasëm pak për urtim e namazit, apo urtit e namazit. Të gjithë ne duhet të dim se namazi është një lidhje midis njeriut dhe Allahut fuqiplot. Namazi është gjimnastik shpirtërore dhe monolog apo bised midis krijesës dhe krijuesit. Namazi është, siç edhe e përmendëm më herët, miraxhi i besimtarit dhe vendi ku shëtit shpirti i tij, ku lëndron apo ku sillet shpirti i tij. Namazi është edhe qetësia e shpirtit të besimtarit. Namazi është edhe piknisja e besimtarit. Namazi është edhe falje e gabimeve për besimtarin. Namazi është edhe rruga e shpëtimit për besimtarin. Është edhe pastërti e shpirtrave apo e shpirtit prej veseve të këqija. Se njeriu normal ka vese të këqija, nëpërmjet namazit njeriu i pastron ato vese. Andaj edhe Allahu xhaleshanuhu në surën El Mu'minun ajeti 2 thot: "Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Me të vërtet janë të shpëtuar besimtarët. Cilët besimtar? Ata të cilët në namazin e tyre janë të përkushtuar. Do me thonë, nëse njeriu me të vërtet e fal namazin me përkushtim, ai është i garantuar se është i shpëtuar. Do me thonë, ka garancë nga Allahu xhaleshanuhu se është i shpëtuar. Pastaj, për ta kuptuar hikmetin, urtin e namazit, kemi edhe një ajet kuranor ku gjendet në surën El Ma'arij, ajeti 19, thot Allahu xhaleshanuhu: "Innal insana khuliqa halu'a." Njeriu është i krijuar, kështu do thotë, të jetë i gjutshëm, shpejton në çdo gjë. Idha massahu sharru jazu'a. Kur e kap ndonjë e keqe, ai nuk bën durim as pak. Ndërsa wa idha massahu al-khayru manu'a, e kur e kap atë ndonjë e mirë, ai bëhet koprac. Kur është për shembull e kapën ndonjë krizë ekonomike, çka bën? Vetëm ankohet, ankesat mëdha. Ndërsa kur e kap ndonjë pasuri, domethënë ndonjë biznes e kapën mirë, edhe fiton, atëherë e ndron meselen, bëhet koprac. A ndoshta në momentet kur është për shembull në skamje, i premton Allahu xhaleshanu se une si kur të pasurohem do të bëhem kështu dhe ashtu, por për fat të keq, ai kur pasurohet, atër bëhet koprac. Atë gjithë besimtarët, apo atë gjithë njerëzit që janë kështu, thot jo, illel musallin, në përjashtim të atyre që falen. Pra, ata që falen nuk i kanë këto cilësi. Ata që falen nuk i kanë këto cilësi, nga se falja e namazit njeriun e mbron nga këto veti apo nga këto vese. Gjithashtu namazi është një shkak që njeriun e largon prej punëve të liga, prej amoralitetit. Thot Allahu xhaleshanuhu:
wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Dhe fale namazin, namazi ndalon njeriu nga imoraliteti dhe nga veprat e shëmtuara. Nga ana tjetër, nëse ne nuk e falim namazin, atëherë ne bëjmë një lëshim apo një gjuna shumë të madh tek Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu për këtë flet në Kur'an, në surën Maryam ajeti 59 thot: dhe pas tyre vin disa fa khalafa min ba'dihim khalfun, dhe pas tyre vin disa të cilët e dha'u salate, bëjnë lëshim në namaz. Wattaba'u shahawat, dhe i ndjekin epshet. Fasawfa yulqawna ghayya, ata do të takohen apo do të kenë dënim apo ndëshkim tek Allahu xhaleshanu. Nga ana tjetër, namazi apo falja e namazit është edhe shërim i zemrave. Është edhe ilaç i shpirtit. Është falje i gjunaheve për gjunahet. Allahu xhaleshanuhu në surën Hud ajeti 114 thot: Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dhe fale namazin në 2 skajet e ditës, edhe në orët e afërta me ditën të natës. Do më thonë, je porosi për faljen e namazit, nga se innal hasanat, veprat e mira, Allahu xhaleshanu thot, veprat e mira i shëndrojnë apo i largojnë gjunahet. Veprat e mira bëhet shkak që të keqen të largoj. Nëse për shembull ti bën gjëra të këqija, nëse vazhdon me të mira, me veprat e mira, sidomos me namazin, si që përmendën më parë Allahu xhaleshanuhu, do ta shohësh se gradualisht ti do të bëhesh për atyre që vazhdimisht do ta falësh namazin dhe vetë falja e namazit ti shlyejnë ato gabimet që i ke bërë. Për këtë që themi, kemi edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu dhe Nesaiu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: interesant është e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam metodat e të folurit i kanë ndru. Ndonjëherë drejt për së drejti u është drejtu, ndonjëherë e ka fillu bisedën me shembuj. E ka shembullu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me diçka që njerëzit ta kuptojnë më mirë. Ja për shembull, këtu e kemi hadithin ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u është drejtu besimtarëve dhe u thot: si thoni nëse dikush prej jush para derës së vet e ka një lum dhe në atë lum hyn dhe lahet 5 herë në ditë, a i ngel ati ndonjë lom? Të gjithë i thanë: jo ja Rasulullah, nuk i ngel asnjë lom ati. Atëherë, pasi që vetë dëshmuan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: njashtu, nëse ju i falni 5 kohë namaz, e pamundur është që njeriut besimtarit t'i ngel ndonjë gjuna. Kuptohet, flitet për gjunahet e vogla. Këtu, kur jemi edhe kur i potencojmë gjunahet e vogla, ne duhet të dim se besimtari si zakonisht më tepër mund bëj gjunahet të vogla
se sa të mëdhaja. Se të mëdhajave u largohen, apo u kinadroj, apo duken ato. Dvjedh, është edhe mbara, është ashtu edhe turp është. Ndërsa gjunahet e vogla, ato, do të thënë, inë të mbushur krejt. Ja shiqimet për shembull që i bëjmë në për rrugë. Ka të shkojsh, në dhomat tona, pa dhe në dhomat tona, edhe ati ku rrim, edhe aty kemi do të thënë harame. Televizorin e ke para. Të familjes për shembull që janë aty në forma të ndryshme, që nuk ke të drejtë në atë mënyrë t'i shohësh. Dhe kretë to janë gjunahe të vogla. Pra, Allahu Gjeleshanu e ka bërë që me faljen e namazit të çlihen gabimet e vogla që i ke bë, bie fjala e ke fal drekën, t'janë fal gabimet që i ke bë prej sabahit deri në drekë, të voglat. Përsëri e potencë, por të voglat shumë kemi ne. Shumë kemi. Tepër kemi, jemi të zhitur deri në fyt me gjunahe të vogla. Edhe kështu me radhë, prej dreke, kur e falin 100, prej drekës, çka ke bë deri në 100, edhe kështu me radhë 5 kohët e namazeve. Edhe xhumaja prej xhuman tjetër është shlyes e gabimeve që i bëjmë ne, kuptohet përsëri të vogla. Për çfarë arsye? Allahu Gjeleshanu kështu e ka bërë. Për arsye se namazi e ka vlerën shumë të madhe. Pra namazi është një faktor që edhe ne i shlyn gabimet neve. Bile edhe çdo gjë që ka të bëjë me namazin, shlyjes Allahu Gjeleshanu e ka bërë të gabimeve tona. Edhe abdes kur marrëm, abdesin më tepër është për namazin, ashtu? Më tepër. Edhe abdes kur marrëm, po e ka bërë shlyjes të gabimeve. Pse? Pse ka të bëje me namazin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shembull kur e lan fytyrën gjatë abdesit, edhe pika e fundit kur bie me duke e la fytyrën, pika e fundit e ujit, thot bie me pikën e fundit të ujit, bie edhe pika apo gjunahi i fundit që e ke bë me fytyrën tënde. Apo krahun kur e lan, e njëjta, pika e fundit që bie apo fshihet, shlyhet gjunahi i fundit që e ke bë për shembull me dorën tënde apo me krahun tënd edhe kështu me radhë. Kjo për hir të çkajt? Për hir të namazit. Për të tregu vlerën e namazit, rëndësinë e namazit. Ne i kemi ibadete tjera, por kur i kryjm ato ibadete, nuk i kanë këto vlera të namazit. Gjithë to vlera që flasëm, që për shembull 30 kusur minuta apo 40 minuta po marr parasysh, edhe sa ka me fol për namazin, gjithë to janë për namazin, për hir të namazit, për ta kuptuar rëndësinë e namazit, se sa rëndësi të madhe pas ka namazit.